Okej, kryetar, çfarë ju ka ndryshuar më shumë pushteti për këto 12 vite? Mendimin apo përgjegjësinë? Jo, ka ndru ma shumë përgjegjësinë, edhe pse nuk është lehtë 12 vjet mos me hup fokusin, me qenë i orientuar me realizu ato çka ke mendu ndoshta në fillim të mandatit, disa projekte që janë shumë të rëndësishme për qytetin e Pejës dhe janë edhe për të ardhmen e këtij qyteti, kanë me shërby si bazament i fortë për zhvillimin e qytetit Pejës. Okej, në inaugurimin tënd, në betimin tënd, fjalia që e the në fund bëri kogja buj. Mirupafshim në betimin tim të pestë. E ki thonë me paramendim, apo të ka ardhur ashtu shumë spontanisht aty? Jo, është thonë kështu e menduar mirë, që nëse s'mri mi realizu të gjitha detyrat që i kem të planifikuar mi realizu në këtë 4 vjeçar, do të vazhdojmë në atë 4 vjeçar, po pa i realizu ato objektivat që ja kemi caktu vetes si ekzekutiv, nuk do dërzohet.